katër dobi madhore për atë që zbaton dijen, për atë që zbaton këshillat, mësimet që i përfiton. Ke mundësi me dëgju qindra apo mijëra ligjërata, mirë po ta kish parasysh dije se ajo që përfiton me të vërtet është ajo që e praktikon, është ajo që e fut në praktik, që e zbaton, që e implementon, e jo vetëm dëgjimi dhe qëndrimi indiferent, indiferenca që pason. Dëgjoje këtë fjalë të Allahut subhanahu wa taala ku na premton Allahu krijuesi jon 4 dobi madhështore për ata që zbatojnë ato këshilla që i ndëgjojnë. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Thot Allah subhanahu wa taala, sikur ata të praktikonin, sikur ata të zbatonin atë me të cilën po këshilloheshin, lekana khayran lahum, kjo do të ishte më mirë për ta. Allahu po premton se është më mirë nëse çet praktik. E para, e dyta, wa ashadda tathbita, dhe më e mirë për qëndrueshmëri. Qëndrueshmëri në çka? Në fenë e Allahut azza wa jall. Ndërsa suksesi kulmor që e kanë besimtarët, që arrin besimtarët, është qëndrueshmëria në fenë e Allahut azza wa jall. E ti kur e zbaton, kur e praktikon atë që dëgjon nga këshillet, nga mësimet, nga leksionet, nga ligjëratat, atëherë kështu Allahu subhanahu wa taala ty të forcon në fenë e Allahut azza wa jall. Kjo është një mekanizëm i fuqishëm i stabilitetit në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj e treta dobi që e ka përmend Allahu subhanahu wa taala është wa idhal ataynahum min ladunna ajran azima. Dhe na me të vërtet do t'ju kishmi dhuru atyre një shpërblim të madh nga ana jon. Dhe e katërta, wala hadaynahum siratan mustaqima, dhe na sigurisht se do t'i kishmi udhëzu në rrugë të drejtë. Pra, a don rrugë të drejtë, praktikoje, zbatoje atë që ndëgjon nga këshillet, nga mësimet. Edhe këtë Allahu azza wa jall po ashtu na ka tregu me një tjetër vend në surën Al-Ankabut. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Thot Allah azza wa jall, ata që mundohen, që japin përpjekje në çështjen tonë, na sigurisht do t'i udhëzojmë drejt udhëve tona. Premtim prej Allah subhanahu wa taala. Prandaj angazhimi, mundimi yt në zbatimin e asaj që ndëgjon nga mësimet dhe nga udhëzimet dhe nga ligjëratat, kjo të mundson të qëndrosh stabil në fenë Allahut azza wa jall, ta mundson të arrish shpërblimin e madh. Kjo është më mirë për ty dhe të udhëzohesh në rrugën e drejtë. E rruga e drejtë është ajo që synon çdo besimtar, që është qëllimi kryesor, që të qëndrojmë në rrugën e drejtë, që të jemi stabil, që u premtu dhe të vdesim në rrugën e drejtë. Prandaj, edhe një herë, mira ligjërata që i ndëgjon nuk të bojnë dobi nëse nuk i praktikon. Ajo që e zbaton, që e praktikon, ajo të bën dobi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح.